Miq të Piskut dhe të TV Çamëria, ju përshëndes. Ndodhemi sërish me presidentin e Republikës Çamërisë, zotin Tasim Emin Mehmeti. Zotëri nderuar, të falenderoj shumë për kohën, që je disponibil gjithmonë për probleme shumë të rëndësishme që po ndodhin në botë, gjeopolitik dhe në Shqipëri. Sot për te luftës që po ndodhet, që kjo lufta e madhe që flitet gjithandej që do të ketë përshkallëzime që ndoshta mund të shkojë në luftë të botërore. Është edhe një luftë tjetër mediatike për sa i përket të vërtetës, se cila është e vërteta. Dalin klane nga më ndryshme që japin mendime, opinione, analiza, qoftë të vetët, me logjik, pa logjik, por edhe me influenca qoftë të brendshme për interese të ndryshme, por edhe ato më të mëdha të jashtme, të Kinës, të Rusisë, Amerikës, apo vendeve tjera. Nuk e di, një panoram, një analizë të doja nga ju, përsa përket kësaj çfarë po ndodh në botë, që diskutohet të ditë e fundit që mund të jetë edhe Shqipëria e përfshirë dhe e rrezikuar. Unë të përshëndes zotin drejtor për bashkëpunimin korrekt me Republikën e Çamërisë. Tasim Mehmeti është njeri për të thënë të vërtetën. Unë them të vërtetën atë që ndije unë dhe kuptoj unë. Unë nuk i punojve shqiptarve, vëzëmi shqiptar, që ti marrin këtë që them unë, janë të vërteta. Motë më dëgjoni, pastaj veproni si të doni. Detyra ime është që unë të them të vërtetën, gjithmonë të vërtetën, sepse jam i bekuar nga Zoti gjithmonë unë kam dorën e ngrohtë të Zotit, i cili ai më krijon mundësitë, më hapë rrugën, më pastron, nga shumë hijena që më vinë vërdallë mua. Mos u merrni me mua. Tani vazhdojmë tema. Kjo është e rëndësishme që ju keni këtë lidhjen vertikale, e keni këtë dhe gjithmonë orientoheni nga lart poshtë, domethënë nuk keni bazik le të themi sipërfaqësor. Tani është e rëndësishme. Unë do them këtë. Donald Trumpi e ka marrë përsipër këtë punë si njeri që unë do ta quaja si njeri që Zoti e ka sjellë në tokë për ndryshimet gjeopolitike globale, botërore, evropiane, aziatike dhe ballkanike. Shikoj shumë analista nëpër media që shpërndajnë lajme në lidhje me luftën me Iran, në Palestinë, në Ukrainë. Mua vjen keq, se vritet populli. Kjo është shumë e rëndësishme. Presidenti Çamërisë është gjithmonë një zjarfikës dhe njeri që është kundra luftrave dhe kundra viktimeve. Politika loz, por do kemi ndryshime globale, të cilat qofshi këto ndryshime do jenë edhe në pjesën fetare, edhe në pjesën politike, edhe në pjesën territoriale dhe shumë sektor, që do të thotë që brezi i ri duhet të përshtatet me situatat që janë sot dhe mos hapin panik që edhe Shqipëria do vetë pjesë e kësaj. Jo, ky shekull është shekulli i shqiptarëve, e them gjithmonë. Kush hap panik të tilla, ai nuk është shqiptar. Çfarë është? Një thua në aspekt diplomatik politik që është shekulli i shqiptarëve apo e beson realisht? Besoj realisht, sepse Zoti sheqë edhe gjëra për shkojnë disa rrugë. Patjetër, shiko. Si do të besosh vetë, por ndoshta nuk po ndodhin këto. Pra, i afër realitetit me të që jam afër realitetit. Jo tani këtu. Po të shikosh shekulli i shqiptarëve, që shqiptarët janë Jo, ky është shekulli i shqiptarëve. Që prej 10 vitesh kanë gati 1 milion shqiptarë kanë kesh. Kanë ikur rinia. Që është shtuar numri i divorceve. Ngelur kjo rinia ka ikur. Ata temë tjetër komplet. Jo të falenderoj për pyetjen, absolutisht. Do të jem shumë korrekt me këtë. Preket tani. Patjetër. Dhe një pjesë në këtë situatë ku jemi është një pjesë e të rinjve që nuk e përballojnë këtë situatë në Shqipëri, ata bëjnë një zgjidhje për të ikur. Por nuk është zgjidhja të ikësh. Megjithatë, por mi që zgjodhen, por mos me ik me ne të thu. Ata do kthehen, ato janë shqiponja që atje ku janë, ata nuk e mohoj që janë shqiptarë. Mund të jetë një përgjigje e vogël, do kthehen ata. Tani, po të shikosh në Shqipëri sot, çfarë jemi u rrit?
Jemi ne duam këtë vend. Ndajrim këtu. Vetëm me lëpirje. Zot drejtor, Martin Tuva. Ne duam, ne qërim këtu sakrifikojmë shumë sepse e duam këtë vend dhe jemi të bekuar te Zoti në këtë tokë. Tani këtu po të shikosh tani në Shqipëri është mbushur me pensionista. Fëmijët kanë ikur, i kanë lënë plejt vetëm, po vinë pensionista nga diaspora, nga gjithë vendet. Unë do thoshja këtë, atyre që kanë vdekur gratë, dhe aty janë darë, mosha e tretë, janë darë, ndoshta edhe mosha e mesme. E kupton, të parakiten në agjensitë turistike edhe në agjensitë martësore, të fillojnë bashkëpunimin të martohen, sepse me kë? Po me të huaj që vinë me një tjetër, e kupton? Të martohen ova të krijojnë familje, shiko. Ne në Çamri themi një shprehje. Po jam se ky është edhe plani këtyre. Të lutem. Ky është mendimi im, zot drejtor, ky është mendimi im. Jo vetëm mendimi im, por duhet të lidhet edhe me diçka logjike dhe shiko, ne në Çamri përdorim një shprehje. Një burr që është pa grua është një pemë thar. Po. Një grua që është pa burr është një pemë thar. Shumë dajte unë them që martohuni, krijoni familje. Vetmia nuk shërbejnë asgjë. Pra duke japin luzojnë pemën e njëri tjetër. Bile tani jemi në kohën që po vjen pranvera. Unë e përcolla mesazhin. Ka lë mesazhin. Kthehemi tani tek lufta. Pse ndodhi kjo luftë tani që Izraeli dhe Amerika sulmojnë Iranin? Çfarë po ndodh? Shiko, kjo është në kuadër të rendëri botror. Rendëri botror. Që do thotë që shiko, çfarë thotë rendëri botror? Rendëri botror do thotë do kemi ndryshime në kuptimin mbasi Donald Trumpi është një republikan, është një konservator që do kombin, familjen, shoqërinë, pronën, e kupton? Dhe si e till bota është përbër. Është ka hyrë në një krizë të paparë, ku e kanë sjellë globalistat e sorosianët, e kupton? Ne po e ndiejmë këtu, është mbushur vendi me prostituta, është mbushur vendi me fëmijë tanë që pinë drogë. E kupton? Kështu do vazhdoj kjo punë tani me drejtin. Shiko, edhe Amezogu, kur ishte mbret, e kupton? Prostitutat i fusin në hotele. E kupton? I syterizonte me letër, me fotografi, me ka pasë edhe kështu. Po sigurisht kishte prostituta në Delvin, kishte prostituta në hotel në Delvin. E kupton? Kjo veja në hotel atje, shikoja një femër, shikoja fotografinë, ai pagoni taksat, ishte vaksinuar, ishte me doktor, me gjitha gjëra. Tani prostituta ka dalë rrugëve. U prish kjo. Kështu do vazhdojmë tani, kështu do vazhdojmë. Më mirë jashtë. Kështu më mirë brenda. Po, kështu do vazhdojmë tani, nuk shkon kjo punë tani. Unë çaj për besat e mia, kam 2 mbesa. Edhe më duket se gjumin natën për to. Unë e di pse ishin po shqiptarë këto? Janë jo, ato që bënte zogu për shembull ose vinin nga Italia, mo vinin nga gjitha vendet e botës. Vinin në hotele, në Delvin kishte prostituta. Po që si ishin shqiptarë? Italiane, ishte italiane mo. Vile në Delvin, unë jam nga Delvina, e kupton? Dhe kishte një familje, një grua italiane, kishte në hotel atje, një delvinjote e mori për gruat dhe ka bërë fëmijë. Po si kanë gjetur të bukura italianë me këtë çamin, i kanë gjetur të bukura, të mira, të zgjuara. Kështu që unë nuk di se tani unë e kuptoj që çdo që ka një fillim e një fund. Donald Trump unë të uroj shëndet. Mua më ke në krah, edhe së shpejti, Republika Çamërisë, shteti 51. Do shkosh me luftu? Shiko, kam nevojë thotë për shiko, gjërat po vinë bukur tani. Gjërat po vinë bukur, po vinë vërdall. Ai që kupton gjërat. Por në Shqipëri mos hapni destabilizim. Ustallarët e politikës shqiptare, niprit e mbesat e Neroxhas i kanë marrë masat. Nuk ka luftë në Shqipëri. Sepse këta, Berian janë kanë marrëdhënie. Ashtu me rusët kanë marrëdhënie, me kinezët kanë marrëdhënie, me serbin kanë marrëdhënie, me grekët kanë. Politika shqiptare ka punuar hershëm. Këta e shikojnë timonin tani këta, njerëzit aty i kanë. Po është momenti që të bëni zgjedhje tani, mund të kenë punuar, mund të kenë pasur marrëdhënie, mund të kenë marrëdhënie. Në këtë situatë kritike ku ndodhet bota prej luftës, janë në moment që duhet zgjedhin. Janë me Amerikën, janë me Rusin, janë me Kinën. Tani me të jemi. Unë do të them këtë tani. Të lutem, e ka parasysh pyetjen. Këta në institucione fetare, niprit e mbesat e Neroxhës ka njerëz të tyre. Në partitë politike ka njerëz të tyre. Kudo gjithandej ka kapur gjitha sektorët. Dhe informacioni vetë. Fitoi Irani, opa delaj, si ka Yazidjiu, si ka si ka se bjarova emri. O si Yazidjiu delaj, opa flamurin. Këtë andej ka flamurit gati këta. Këta lose me shumë flamuj, por
shumë bukur e bëre pyetjen me amerikanët dhe me Donald Trumpin nuk bëhet shaka. Ai na ka lënë në fund neve. Unë do të them këtë që shikoj tani këtu. Erdhën minoritarët, erdhën në Delvin, në Vurg, i themi ne, zonë e Vurgua, nuk quaj, Vurga ka bënë emrin tani, po ishte toka e gallarëve shqiptar ajo. Dhe erdhën siç fiset, një fis i fort i përzondet aty dhe ikën aty, si ndoshta funksionet e sot. Po jo në atë formë. Edhe erdhën këta, një fis erdhën nga Greqia, dhe qa Grek ishin ata nese. Edhe erdhën Delvin, në Vurg. Erdhën në tokat e Alikos. Alikua ishte shqiptar. Shikon Alikua zgjohet në mëngjes, Alikua bë dorën kështu, shikon mbushur ajo tokat e tyre me çadra. Kupton? Dërgoi ata agallat e tij, ai njerëz të vetë e tij dhe filluan bizetime, edhe çfarë jeni këtu tek këtej. Po Agaj kishte nevojë për punëtor, për të punuar tokat e për të sistemuar një Nuk i bërzuri, mori. I mori, i futi në punë të tij. Po tani, gjatë kësaj kohe ti kishte gratë e bukura atje. Njëri është e vërtet kjo. Është filozofia e jetës. Jugo. Edhe një gruaj e bukur dhe ti i thot Agajit e ti ma pini këtu mua ta baj atje në oborin tim, Alikua. Sistemoj ai ti dhe na nxori një djalë kjo. Na nxori një djalë. Dhe mbas një 25 viteve, e kupton? Shikon ai filloi nga gallar bashkëpunonin, e kupton? Dhe dolën fëmijë të fortë atje, dolën shumë bashkëpunime do. Do piçi shumë i zgjuar edhe trim. Po ku ka këtë lloj marrëdhënie kështu. Ai pra dikujt do piçi thua me lavdi. Kur kujtuan këta u bën trima këta. Do piça, do bën trima. Çka i bërta Alikua i tha aty në gallarve, e lam luftën mbrapa tha, këtë do na han kokën neve. Dhe kështu ndodhi. Na doli një trim nga Alikua Thimiololi. Dhe ka histori. Po, ai filloi tani mbasi e përzuri Alikun nga tokat e Vurgut atje ai dhe u bë sundimtar atje. Filloi pastaj u vënë taksa Delminjotëve. Ai Demreli Dhe Delminjot tani nuk janë shumë luftarak Delminjotët. Janë të zgjuar, por kështu nuk janë kanë një zgjidhje tjetër. Edhe shpojnë të bëjnë umblodhën nga gallat e Elvinës dhe kërkuan Sali Vranishtin nga Vlora. Të luftonte me Thimiololin. Dhe lufta si sherifa me kobure, sherifa në kuaj, me sherifa te spitali i Elvinës, spitali i vjetër në Malore atje. Kam histori se kam punuar hershëm për të punën. Edhe në kuaj këta, edhe nxorën koburg. Qelluan të dytë aty pas asnjëri nuk e zuri plumbin. Por trimat e kin e bëjnë marrëveshjen. E gjetën gjuhën. Dhe i tha Thimios ky Sali Vranishti, i ke thamë ose përzimin Delminjot. Mbasi Delminjot i kishte dhënë Sali Vranishti, i kishte paguar një thes me flori. Tani Thimiololi është në finik, ka postin atje. Sali Vranishti nuk e zën në gojë. Kjo do të thotë që Shqipëria gjithmonë ka qenë dorën Shqipëria gjithmonë ka vlerësuar tradhtarët. Herojnë e vërtet asnjë. Shpresojmë se këtë radhë, o Zoti i Madh, do vej kështu është historia, zot drejtor. Kështu ka ndodhur me. Tani unë kërkoj këtë. Në këto situatë ka kuptim kjo tani. Tani këto situata që jemi. Ka kohë që që është shekulli 21 i shqiptarëve që nuk do vlerëson më tradhtarët, vlerëson burrat e vërtet. Po, tani. Atë krahasim që bëra nuk e bëra kohë tani. Në këto situata që është Shqipëria, dy lider ka sot që po e turbullojnë ujrat këtu në Shqipëri. Për mira për keq, unë kam çamëri. Pra nuk e thot me superlativa si vlerëson veten si lider, por janë dy liderët që ata kanë rapa nisë. Tani po thua për Sali Berishën 1 dhe Edi Ramon 2. Ka ardhur momenti mos e merrni populli shqiptar në qafë. Tani juve siç e bëri Thimiololi me Sali Vranishtin, edhe juve sot në shekullin 21 do dilni me kuaj si sherifa me kuaj, me ato, si që vishe sherifa, me uniformë, me kobure, të dy bazë për balë. Dhe sa vite kanë që e presin shqiptarët. Bazë për balë, boll janë vrarë shqiptarët me drekin. Si po flitet sikur do keni luftë, sikur ka Jo, mor janë bashkë këta, janë bashkë të dy, janë bashkë të dy këta. Nuk po nxisin ta. Janë bashkë të dy. Tani na kanë përçar, ne nuk na intereson më për njëri tjetrin. Dhe ka momentin që thotë, tani këta u them këtë, mos a them dy herë. Vishuni mbi kuaj si sherifat me ato kapelet me kopër si sherifat amerikan, sepse ju flisni shumë për Amerikën. Tani i thua Ramës dhe Berishës. Po, Ramës. Tani arbitra do jenë Netanyahu dhe Donald Trumpi, që do t'i bie birbilit pram
E kupton? Kështu që po, Trumpi dhe Netanyahu do bëhen bashkë për e duan Shqipërinë këta mor. Po e duan Shqipërinë, mos i Donald Trumpi dhe Netanyahu e duan mor. E duan Shqipërinë, po këta janë mos i ndan detajet këta. Këta për para, nuk bëjnë këta, më kanë sjellë sa institucione fetare kanë sjellë tani këtu. E këto është bërë tani ka filluar të kanë marrë frymë dhe Jahovaj tani këtu. Shiko, Ahmet Zogu se po kaloi në një temë. Kemal Atatürku, siç bëri Greqia me muslimanët dhe komunistat që pastroi, edhe Kemal Atatürku e pastroi nga që ishin kristianë, që ishin Bektashinje, Jahovaj i përzuri. Ahmet Zogu solli Bektashi këtu, mirë bëri për të pjesë. Po shdesho Ahmet Zogu, rahmet të kesë, unë jam pjesa jote, jam i djathtë. Po shna e solli Jahovaj këtu more. Dhe tani këta pretendojnë që në kohën e Zogut ka. Po Ahmet Zogu i solli mo. Po kjo atëre. Ahmet Zogu i solli. Që trokasin. Ata po ti shikosh sot nxënësit sot dhe mesat e mia sot kanë atë të arsimit, të mësuesve. Dhe ko që dojtë ata gjashtë. Po të shikosh sot, identifikoj o shtet, po ka nuk i tetojmë qeverisë, shteti shqiptar. Identifikoni fëmijë sot, ata që nuk vanë sot në shkollë, ata janë të gjithë të Jahovajt. Edhe disi pretendojnë, ata s'njohin as datën e çlirimit, as të pavarësisë, as ditën e mësuesit, as datë lindje, as temën e flamurit kombëtar. Asgjë, ata duhet krijojnë një histori të re dhe thonë që në globalizmin e ri ne do jemi të parë këtu. E kupton? Bëjnë politika të mëdha ata. Unë jam kush e nxitë në botë? Kush e nxitë Jahovaj sipas teje? Shiko tani këtu Jahovaj në nxisë se paguajnë ata. Po për paguajnë. Edhe çka ka parim Jahovaj, si shta këto. I numërova ato. S'njohin as fe ata, as gjë, as ata. Kanë tjera as simbole, as dëshmor, as sim shumë detaj tani. Ata janë ka të tjera rregulla. Dhe ata përgatisin dëshmor. I përgatisin me shumë marifet. I përgatisin me marifet për të vrarë veten. Për të ndarë me familjen. Janë njerëzit më të ndyrë, shtet. Besimet fetare të tjera unë i besoj, unë jam Bektashi në sektin musliman, por vëni dorë të këta, në kjo se e doni Shqipërinë dhe e doni kombit, besimet tjera fetare, por losin rolën e tyre me aq të butë, por edhe ju keni mangësira, qëndroni afër popullit dhe mos u bëni servilat të politikës. Kjo është mesazhi që përcjell presidenti Republikës Çamërisë, që do këtë vend, kam prish shumë interesa, nuk ka të çaj këtu, por kujdes me mua. Themi të vërtetën. Kujdes me mua, sepse mos a them shumë herë, që të thuash të vërtetën shqiptarëve, ja ke futur vetes dyshe këtu dopjo. Po unë ndihem mirë me këtë punë. Prandaj edhe unë nisa në atë formë që vërteta është ajo që shqiptarët duan gënjeshtra, sa ngjit gënjeshtra, një gënjeshtra, kështu e kanë ndërtuar usallarët mekanizmi këtu e di për koshtit, papari, kjo e vërteta është këto ja tani. Ndaj dhe neve si Republika Çamërisë, se e solla qik vërdalla, të di, festimlaton, e vranë, në Hollandë e vranë, usallarët shqiptarë e vranë, sepse ai nuk u bë pjesë e linjës së këtyre. Lekët i nxirte atje, i nxirte që punonte, i nxirte për kauzën Çamërisë. Këta i donin të vite këtu, ai t'i hanin lekët e të vazhdojnë e pastaj këtu, dhe e vranë, e sistemuar. Kush e vrau? E vranë usallarët anti-shqiptarë, por koburja e shqiptarët gjuajti. Dhe e bën copa kështu që të Republika Çamërisë i ruan generalët, i ruan kolonelët, i ruan ushtarët, oficerat, këtu vriten presidenta, jo si në Shqipëri që futin Sali Berisha kërkon ndonjë dëshmor. E kupton? Ndonjë popull, ndonjë ushtar. Jo, haroj Sali. Ta thash, dinë ndulcimin e Tiranës, po ja amerikanë dhe sherif, po ta mbajtin, ndryshe lejt ciu tani. Jo te pallati atje tek Enver Hoxhës që gjuajnë me vajta e pashtë nesër me. E pashtë nesër me atje kalova zona. Po gjuani me show. Po ta bijtë atyre janë more. Bijtë atyre janë, për të besat atyre. Nuk e lëshojnë komunistat more. Nuk e lëshojnë more. Unë dua fort komunistat, po s'bëjmë palë me ata. S'bëjmë pjesë orkestrës tyre unë. Kam tjera tani më fal, mos të ndërprer. Tani dhe vajta shikoja ti kishte fundi 10 gradë pastorin as xhamat thyer, s'kishte asgjë, s'kishte vetëm plure, kupton? Si duket ajo vila nga brenda dhe nga jashtë u bën nga kjo rëmuja, dhe pastroni i dha një freskim të ri. Kupton, aty ishte ca artista, ishte nuk e di, llafe hedhin e budallit se kush e dira më. Tani ajo do bëhet tani kull e madhe me 45 kate. 45 kate sa vite qeverisë Enver Hoxha. Ashtu, tani
Tani ka një linjë dilema, se unë mbledh hulumtoj opinionet, tani ajo do jetë Sky Tower, që vjen vërtet lart, ajo e ke parasysh. 45, ajo do jetë më e madhe, akulla më e madhe. Dhe tani ka dilemë, do jetë fotografia, kur vjen do jetë fotografia e Sali Berishës, Edi Ramës, apo e Shkëlqen Berishës, apo e Orsit. Edi Rama e ka atje? Po bashkë e kanë me Saliun, bashkë e kanë. Jo, po e ka fytyrën ke... Po më të bëjnë tjetër këtu tani, po të jenë bashkë me Saliun tani, e kuptonëm. Unë tani njerëzit thonë që jo, nuk e duam, jo Saliu sepse ishte gjaket e vjetër, thotë edhe Edi, po pak pjesë e orkestrës këtyre është. Tjetë Shkëlqeni thonë, edhe Ors, ky thuaj Zahua. Për Zahun? Për Zahun. Pra një nga djemët? Një nga djemët, domethënë. Një, ose djali Berishës, ose djali Ramës? E mos Zahu, djali Ramës. Dhe një kosisht këta të dy, edhe fotografia e Donald Trumpit. Tjetë dhe aji në kuptimin, këto treja do lëvizin atje. Tani çfarë do bëjnë ta, unë nuk e di. Unë e hodha si ide Sali Berisha dhe Edi Rama. Edi Rama të dyve ju du fort, ju kam në zemër këtu dhe kam në një këshill që ju ka futur në zemër. Edi Rama ne ka futur me çik vonesë, po një këshill do kam dhënë. Ju kam futur në zemër, vetëm nuk dua sherr atje se po fillua sherrin, e di çfarë gjuajë me besimin në Zot. Do bi në grop, se e ka bilardon e ka qefun. Po mirë. Po mirë, si do arrijnë që ta bëjnë të 45 kaçin, prandaj këto po bëjnë goditje të tjera pas. Bëj kastile tani, bëj kastile, më jep show dhe tjerë zomen verin e kryet prishëm e zomen. Atë kanë, ajo është. Po ç'është? Ora nuk shkoj, le të bëj çfarë duan, jo tani këtu. Jo tani, unë jam shqiptar i Çamërisë, tokat e mia në Çamëri. Se çfarë do bëjnë vëllezërit e mi shqiptar këtu është punë e tyre, dashta mbaj komunizëm, dashta mbaj demokraci. Jo, ti prapo e bën tatën, ti po jep thirrje, po jep mesazhet që televizit për të duan të dëgjojnë. Nuk hiu në këto. Unë tokat e mia janë në Çamëri. Tani PS-ja dhe PD-ja në 91-shin i bën nuk kam dhënë minoritarët, as me mua. I Paisi me toka me ligjin 7501, i bëri pronar. I Paisi, i bën çaf më keq. Ashtu. Tani ka fut kanë zgjedhur ligjin e tij, tani kanë bërë sherr të madh ligjit të vritë shqiptarët me njëri tjetrin për tokën. E kupton? Po ti po thuaj që do zgjidhet edhe kjo tani, to që do dalin përballë njëri tjetrit, Rama me Berishën. Po atje me Kobure, atje. Me Kobure ballë ballë. Si është shef të dy luftim? Kush do fitojë nga këto? Nuk e di unë aty, mund të futen dy luftim, pastaj kush do fitojë, pastaj mund të fiten dy, një herë mirë, e kupton? Mund të fiten dy njerëz varet se si plumi. Do ishte që do. Ndaj kanë vënë arbitër Donald Trump dhe Netanyahu atje. Po mirë, to ndoshta dy luftim me njëri tjetrin mund t'i vrasë Donald Trumpi me Netanyahu. Jo, nuk vrasin atë, vrasin. Jo. Ata do mushin po burrat ke pajisur. Si është situata tani, çfarë do bëhet me Iranin? Do përshkallëzohet në vende të tjera të linjës mesme? Shikoj këtu, kjo është një lojë e madhe, por nuk u mbyllën? Neve do zgjasin. Është lojë e madhe kjo, unë e kam thënë dhe kjo është një lojë e madhe që Europa do shkërmoqet. Do shkërmoqet Europa. Fillimisht do të hajë Britania e Madhe, parisht Britania e Madhe e ndezi llamën, filloi bashkëpunimit, filloi bashkëpunimi me Donald Trumpin. Edhe Franca pastaj. Shkërmoq këto dyja, pastaj do filloi pastaj Greqia ka në fund Greqian. Unë ushtrin shqiptarët të Çamërisë kam gati. Kur të vi situata, e shikoni këtë bandillën këtu le që kanë futur në bunkerun tani ata dhe ata servite kanë punën e tyre ata. Por gjithmonë nuk e destabilizoi Çiprin. Në moment që erdhi sinjali u ndezën gjërat e unë jam gati bashkë me ushtrinë shqiptare të Çamërisë dhe Kosovës e vëllezërit mi shqiptar. Nuk e them këtë për destabilizim, absolutisht jo. Unë di se si do dëgjoni lajme, nga prill 10 do kemi lajme të bukura. Dakor, edhe për Çamërinë, edhe për Ballkanin, por situata është shumë e bukur për shqiptarët sot. Dhe mendoj që ne do dalim pa u lagur në këtë punë. Do dalim pa u lagur, sepse janë ustallate këta politikanë, më se janë unë i vlerësoj shumë, pare se bëj kritika gjëra unë i vlerësoj, sepse keni punë hershë për të punë. Kështu që, por kur them do ketë ndryshim kufish, do ketë ndryshime fetare, do ketë ndryshime si ta themu tani unë, do krijohen shtete të rinj. Shtetet tjera të rinj? Po, shtetet të rinj. Me më të rinj, Po, unë e kam thënë dhe Po Turqia parashikohet të ketë një luftë madhe në Turqi, të vriten me miliona njerëz. Jo, unë Kurdistani, kurdët dhe se pati një, le të themi, një ngacmim rakete që e zgjësuan ato futfarën. Pjesa evropiane e Turqisë do jetë me Europën, ndërsa pjesa tjetër në Aziatike do jetë kurdët ata të krijojnë shtetin e tyre ata. Tani jo pa qëllim dhe da Turqia në dy pjesë atë. Jo, do marrë të pjesën ata, do bëhet do marrë çikandej nga Iraku, çikandej nga Irani, cakte do krijojnë shtet, do marrë nga Turqia, pak do bëhet një shtet tjetër atje ai. Bile unë e thash në emision, po e thash në emision, unë e hodha mesazhin
Ndaj të thash për shpëtimin e Idrizit që është në Kurdistani. O i shpëtimi i Idrizit, ti mund të jesh lideri. Po rrimos mos na përgjigjet e bisedën. Prapë me shpëtimin. Jo, e lash. Është mesele tjetër. Po. Ka mos të prishësh gojën. Kaloj. Te bisedë ka i bukur. Kaloj mesazhin. Kështu që kjo është problemi. Ndaj dhe Donald Trumpi dhe Netanyahu u zjatën dorën që ata të fillojnë të sulmojnë Iranin. Ato qëndrojnë. Dhe ata do jenë ushtarët toksor, do futen brenda Amerikanët dhe Izraelitët me avione me këto që prishin në bazë. Toksor? Kurdët. Kurdët do futen ata, sepse do futen ata. Bile ka filluar puna, por ata do marrin në këtë punë që bëjnë, njëkohësisht Amerikanët dhe Izraelitët, edhe Europa nesër shumë ato vende aziatike do ta njohin si shtet. Ndoshta Erdoganit e ti, ndoshta nuk ndihet mirë të pjesë, Erdogan ti tani kuptoj mesazhin sepse si po vjen. Erdogani çfarë fiton këtë mesme? Haj se Izraeli bën për çfarë bën të gjotën të luftë me Iranin? Irani, djeta këtu. Irani tani një sekondë, unë thash që partja unë jam i sektit Bektashi, musliman i sektit Bektashi. Bektashit nuk të vrasin, flas në Shqipëri këtu. Ai ka bërë krime, ai Khamenei ka bërë krime atje. Sa vrau, qindra njerëz vrau atje. Bektashit nuk të vrasin. Dhe çfarë lufte ishte atje? Ishte lufta midis shitëve dhe sunitëve. Unë i ruajm këtu, po politika shqiptare i menaxhon pjesë fetare këtu. Kede sunit këtu, kede shite, kede shumë. Jo pa qëllim u krijuai shteti Bektashian me Babamondin atje. U shpalla Po e dira, nuk do të hapi. Kush e ka si influencë? Kjo shqiptar, po do vinë në Irani, Bektashi do vinë këtu. Këta janë këtu, këta që kanë krijuar qeverinë në hije këtu. Me Iranin kjo do Po. Qeveria në hije që është këtu në Manës, e kupton? Ashtu, ata janë e shpallën, ata duhen e ardhmja e Iranit nëse demokratike. Njëkohësisht edhe shteti Bektashian. Ditët që Irani mund silmuej Shqipërinë për shkak se këto mujahidinët. Pra opozita e kësaj. Ato edhe të ti po pse e hodhën një prell atje, ndoshta mirë na bën se na faktorizon. Na faktorizon, po e hodhën një prell atje nder na bën se na faktorizon. Ai mbajtëm neve. Mos vjen shqiptar, nuk vjen shqiptar, mos merr mat punën. Ai përçizën. Absolutisht mos merr mat punën. Po se me Igor raketa ka bërë. Jo, sigurisht janë në studio. Tani kur erdhën evret këtu, izraelitët erdhën në Shqipëri. Kush i mbajtja me zogu i mbajtje këto e tjere mos i ndajnë detaj i pashin para shaporta. Tani flasin këta një për të mbesat e në Rogjës, thonë se ka marrë flamurin këta, që i mbajt ne dhe bëjnë me të madhe, se ku nuk e din Amerikanët ose nuk e din Izraelitët se kush i priti këtu. Tani edhe nesër këta iranianët, që do jenë mbresat, më do jetë djali jotë, do jenë një për të mbesat e mija nesër e këton, do bëjnë histori nesër ta, do flasin, por ndaj themi do ketë një ndryshim botror. Edhe fëmijët tanë nesër do ketë një histori ta lexojnë mirë. E kuptoj se me ikën ndoshta ti unë jam rregull, ndoshta Irani ta kuptojnë domethënë atë çfarë përfiton Izraeli, çfarë don të fitojë domethënë. Do bjerë demokraci në vend atje. Çfarë duhet Izraeli demokracia e Iranit domethënë. Gjithë ata njerëz që vriten atje atë po intereson aty. Po jo më gjithë ata njerëz plus te ti ata me raketa me shumë bombë atomike. Izraeli ka kompra për demokracinë. Plus, ata iranianët dhe qeveria ati Khamenei, e këton gjithmonë i ka duar me gjak Amerikanët dhe popullin e tia. Dhe si e tillë gjithmonë e ka sharë Amerikën, gjithmonë e ka sharë dhe i ka rënë kundra. U krojt vetë, tani ta mbaj kallamin. Dakor? Khamenei iku. Edhe të tjerë, ata s'merren me këto, ata bazat e liderit, e këton, kështu që gjërat janë mirë. Gjërat janë mirë. Pra jemi të fituar. Ne si shqiptar jemi të fituar. Bota është e fituar. Ka rrezik për shkallëzohet, të po them pra. Kjo është ideja domethënë. Se mos ta shoh. Patjetër, po ta thash tani në një formë ta thash që do përshkallëzohet. Kjo do vazhdoj çikat e fillon hodhën një pret edhe Kipros. Ja dhanë një ngacmim thuaj anglezëve dhe edhe grekëve, u dhanë çikër ashtu. Këto janë mesazhe të forta. Kush i kapi kap. A mund ta përmbledhësh me pak fjalë tani gjithë për këtë. Tani renderi botror po vjen në kohën dhe momentin e duar. Unë them këtë, kush nuk do Zotin,
dhe ka rezerva për Donald Trumpin, Amerikanët janë miq tanë tradicional, ne shqiptarët kemi një gjë. Unë u them këtë, o shqiptar, o vëllezër dhe motra, besoni në Zot, edhe një kokër gruri, që në moment që besoni në Zot, edhe një kokër gruri, Shqipëria do bëhet dhe bollë koburet duke vrarë njëri tjetrin. Le të futin politikanët të vrasin njëri tjetrin. Jo ne. Ndërtojmë marrëdhënie bashkëpunimi me njëri tjetrin, të duam njëri tjetrin dhe ta lëmë baltë midis njëri tjetrit. Këtë mesazh përcjell presidenti i Republikës së Çamarisë. Koha të bashkohemi për Shqipërinë, për kombin dhe këta klerikët fetar të përcjellin mesazhe bashkëpunimi, se nuk reagon asnjëri. Pse s'reaguan këta klerikët fetar këtu në luftën në Iran? Ç'a kanë? Pse s'reagojnë? Po kanë nxjerrë ca njerëz të shqitur atje dhe bëjnë propagandë dhe mediave, largoni këta njerëz që futin dhe kërkojnë destabilizim, sepse me parat e tyre të pista i marrin mediat dhe hapin propagandë që shqiptarët kanë halle më të mëdha, të zgjidhim hallet tona këtu brenda, e mos të merremi me probleme tjera botërore. Janë usallar të tjerë pa të punë. Faleminderit. Kaq për botën. Po. Në Ballukun çfarë ndodhet tani me datë 13 vuloset fati i saj. Po asgjë më tani për Ballukun ka folur, për mua ka folur. Ju përshëndes, ju falenderoj shumë që na ndoqët, të falenderoj shumë zoti presidenti i Republikës së Çamarisë. Kënaqësi, ndoshta për Ballukun nuk flasim pas datës 13, pas vendimit. Jo, shiko, më fal. Më fal, unë kam folur dhe unë e vlerësoj si zonjë grua. Dhe po u fut në burg Balluku. Po nuk e hequn, jam i qartë atë punë. E kupton? Edhe ajo Spiro Pali që është karkoi ai, më fal. A si jemi takuar më ne që pas? Jo, si jemi takuar. Edhe Spiro Pali edhe pak minuta se edhe Spiro Pali që është karkoi ai. Po më dy njerëzit më tani Spiro Pali unë simpatin tënde. Unë kam Spiro Pali. Po, edhe ai, edhe Piro Vengua. Po, ministri i Mbrojtjes. Tani Spiro Pali e kam thënë që është mbes në Çamëri. Ore në lërë Po do ta tani më bëj çamendimi. Ore një sekond. Zonjë grua, për mua është gruaja mirë. Është politikane. Se hoqim edhe. Po e hoqi si duket nuk madje tha dhe dje tha Berishës si ja dha mesazhin, vetëm ti ke parashikuar. Ja dha, ajo dha një mesazh si një vajzë çame atje. Kaloi mesazhin. Kapin usallat, janë të zgjuar këta. Tani Piro Vengua është një ortodoks çam. E hoqi te këtë. Sepse që në kohën që ai filloi bashkëpunimin me amerikanët, e kupton? I dha bye Piros. Iku kjo pjesë. Tani për Ballukun unë kam thënë edhe që ndroja asaj. Tani e dorëzoi nuk vetë Ballukun. E dorëzoi Ballukun, por nuk vetë, nuk e dorëzoi se po vajti Ballukun në burg, po do ketë historia pastaj një lojë e madhe pastaj. Zbujtë e hoqi, Po e hoqi, po do të heqin mandatin e Budallëkit, ai do bëj protesta ndat 12 Berisha, i thon bau piu atje ca Budallëki atje. Prap ke shtëpinë verë. Prap atje tani mos. Po 45 kaçë. Patjetër unë mbilla është marr vendima e propun. Çfarë Balluku ti thonë nuk do dënohet, ëh? Nuk është dënohet Balluku, nuk dënohet Balluku. Si do dënohet Balluku? Ka presion nga jashtë më. Po lemo tani Balluku është Trumpi, shiko këtu. Unë kam thënë në një studio që Edi Rama është në kryeministri dhe UFO-t dhe alienët i ke atje vërdalla. Doli Belinda Balluku, UFO e parë. Doli Spiro Pali, aliena. Doli dhe alieni tjetër, Piro Vengua. Këta ishin alien, e pastroi. Ikën dhe ca tjera aty, kështu e pastroi. Po prapë virusi është brenda. Ikin këta bica ushtallar të tjerë. Ka UFO tjerë, ka alien. Po patjetër. Punojnë ushtallar në kryeministrisë. Po kam atë presidentin e asaj, kush e sistemon UFO-t van përpara informacioni një tjetër, pastaj u futën ushtallar të Venezuelës. Iku ai Venezuelës te Irani tani këti Khamenei kishte ki. E Anglia iku, e kupton? Se po UFO-t aty. Po UFO-t marrin informacion, janë të padukshëm ata, mos i ato. Ata i ke shok, i ke miq, do vinë vërdalla ata, e kupton? Të duan të përgatitin të bëjnë, kanë një strategji të bukur. O zoti i madh, kështu që i kanë këta kanë bashkëpunime me UFO-t, ëh? Po patjetër, mos e s'kan tani. Kanë UFO-t janë në të mirë të njerëzimit, patjetër me të njerëzimit. Në të mirë njerëzimit. Ata ndihmojnë ndryshimin botror. Ndihmojnë ata. Janë kundra drogës, kundra prostitucionit, kundra lesbikeve këtyre mos i ndani këto. Budalli këto. E ta gjeneruar me e bën botën dhe ti e bën jo për këto gjona. Po. Dhe po thonim që ke pas një takim të kohë me UFO-t? Patjetër, unë më erdhi informacione që më erdhi mua, nuk e përcolla kotun që Sali Berisha me Edi Ramën do vishte si sherifat.
edhe dy luftim bashk. Merr informacion nga UFO-t, që e përcjellën sot tek tyja. Dhe arbitra do jenë Donald Trump dhe Netanyahu. Këta dy do jenë. Po pranuan këta, pastaj merren ata të tjerë, pastaj vjen ata usallar apo jo me ato veglat, shumë kollaj apo sot të piketojnë ata, një të shuajnë të vogël, me sekonda, pavarësisht se ata marrin masa të pastrojnë ato bunkeret e skraparit e këto, e kupton? Ku të falë ata, ai jetën atë çfarë pastrojnë bunkeret? Jo se do kemi luftra, futin popullin më kota, papi panike. Bunkeret, tunelet që ka bojnë për Hoxha atyre, janë rezistent ato për ta. Po ti çfarë thon tani, kanë skrapaca tunel, jo në Krap, jo edhe në Tiranë ke tunele, jo aty. Ai ma gjithë popullsi këto që. Po lemon, punash ruajnë kokën këta more. Me këtë që ore smerret, ore amerikanët nuk merren me popullin, ata quajnë liderat, ata që nuk bashkëpunojnë. Që do na lëshojë Irani femër. Jo, më nuk lëshon që Irani këtu, mos e merr me punën, nuk lëshojnë Irani. Irani nuk lëshon ta thashën, po të lëshojnë në një dhe ti do na bëjnë nder neve këtu. Atë te kalon në Mans atje do lëshojnë në një ai. Po nuk ka lidhje kjo, mos e trëmi popullin, pak halle ka populli. Ka ngel plejt vetëm. Do të jap një mesazh. Edhe herë. Që fëmia ikën për arsye nga më të ndryshmet. Prindrit kanë ngel vetëm, unë jam në rregull vetëm, kam dy djem këtu, i kam edhe mbesa dhe një për këtu i kam, në Shqipëri i kam. Po më dhip se në këta, që do të thotë që fëmia ikën, po prindi nuk e haron fëmin. Ai sakrifikon për shumë gjëra. Po fëmia prindin haron? E haron, për arsye të ndryshme, nuk po hitani se nuk e doje që ishte ekran kështu. Dajte kërkohet një renderi botror, të vjen gjëra të përvende. Edhe kjo, edhe shkundu njerë, moje. Tunë shkunde. Fëmija e merr tani fëmijën si që ka rriti, si që ka mbritur unë, si që rriti shumë të tjerë. Dhe ikën fëmija, për arsye të ndryshme, nuk mund të bëju tani analizë pse që ishte. Por fëmija ikën e baban. Ne pati një ngjarje tani, më vdiki ministri mbrojtjes, më ka birdita. Dhe Sergjini, ngushëllime fëmijëve të tij. Gjetë të vdekur në shtëpi. Ku qel pallati në lagje që jam atje unë te rruga edhe e gjetën atëre hapën shyen portën e budallë gjëra këto. Kështu që gjunaf kanalizet bota kështu se edhe Shqipëria, po bota mund të ketë halle më të mëdha. Kështu që këto janë do shkundur një herë. E shikon këto tërmete që bien bamçik atje, bamçik këtu. Jo, s'ka më tërmete, mos e fut këtu. Jo, kanë bien sa këtu me të vogla kështu, të vogla. Sinjale kështu. Sinjale, shkundur se po vjen vërdall. Zoti president, falenderoj shumë. Na ke dhënë mesazhe shumë të rëndësishme. Besoj se edhe mesazhet kanë kaluar për te ekranit kësaj kamerës dhe njerëzit tani janë duke menduar dhe do arsyetojnë, do ta shkundin dhe edhe mendimin e tyre ta shpërndajnë edhe te ata të tjerë që ndoshta se ndjekin këtë mesazh që ne përcjellim, por do ta çojnë goja gojës. Kam një mesazh që se mirë mundsin. Po. Se unë duke qenë shqiptar i Çamarisë, kam një mesazh për vëllezërit e motrat e niprit dhe mbesat tona që mos hini ju çam vëllezërit e motra të Çamarisë në lojën politike në Shqipëri. Ruani familjen, ruani bizneset tuaj, ruani ekonominë dhe mos hini me këto. Truri jo do të punoj për Çamarinë, ka ju them unë. Dhe mos mini pjesë në protesta e në këto. Shikoni, mos a them shumë, familjen Çami, djali Çam dhe gruaja Çam, vajza Çam, djali Çam, janë njerëz që duan familjen fort, duan punën, duan ekonominë e tregut, mos u futuni në këto lojrat e vëllezërve shqiptar. Kaq. Zoti bekov shqiptar në shekullin e tyre. Do shta fola shumë, por gjithmonë unë do të them të vërtetën. Faleminderit. Vazhdojnë na ndiqni miq, Pisku është gjithmonë pranë jush. Subscribe kanalit, shpërndajeni sa më shumë videon dhe kanalin, gjitha mesazhet që vijnë tek ju janë të vërteta. Faleminderit. Zoti ju përshëndesim, t'jeni mirë, mirupafshim. Tani do bësh skemën atje, Saliu si sherif në Kal. Po. Jo tani po se dhe komunon atë në Kal dhe e Tirana në Kal si Donald Trumpi me atë Netanyahu. Atë Luanit kam dërguar me Luanin atje. Dhe nuk e di mua atje që do bësh për këtë i duan të luftime me kohë edhe Donald Trump i bën një birbil këtu aty tani do bësh një birbil me gojë filloi puna, dakord, bëj këtë skemën. E kuptoj se jap mesazhi fort kjo. Kjo do aty do e kuptojnë këta. Se unë ka folë ai me
Saliu me katër, vetëm vishe me sherifa, me ato uniforme sherifave, e kupton, tamam, me kopure, dorë dy këtu, i kanë nxjerrë kopurën në Kalë të dy, ë? Kalë të dy, ballë për ballë. Edhe atje në krah, do jetë Donald Trumpi me Netanyahu. UFO-t alierët se bëjnë dot me këtë. Janë Ata më dhanë këtë mua. si ide, ë? Po, Ato të thonë ata më dhanë si ide, da e voda këtu sot. Ata më dhanë si ide. Filluat te fotën se bëjnë dot. Është shpëtova. çike vështirë. Nuk e di tani, mundohu tani, mundohu më Si do bëj? Special fare. Ke tani, ha futur me jashtu, ke sherif ati, merë kokën ati i gjakti.